për narkoshtetin që ngritën, për lidhjet me krimin dhe për vendosjen e një regjimi obskuratist në Shqipëri, i cili po shkatron çdo bazë të demokracisë shqiptare. Sa do të përpiqen të krijojnë tynaje nuk mundet. Përgjegjësia e tyre është e paimagjinueshme për atë që krijuar dhe përgjegjësia e tyre është e madhe dhe për shkatrimin pikërisht të sigurisë rajonale, për shkatrimin e rolit të Shqipërisë në rajon dhe për ndërtimin e një Serbie të madhe dhe të re në këtë rajonin tonë. Këta e bën Partia Demokratike, Berisha, kanë qenë në gjithë vite mbështetësit më të mëdhenj të Kosovës, mbështetësit më të mëdhenj të integrimit evropian të rajonit tonë, mbështetësit më të mëdhenj të stabilitetit të rajonit, gjë që u shkatrua krejtësisht nga këta, nga ky narkoshtet që ngritën, duke rënuar këto parimet të themelore dhe duke arritur që dhe marrëdhëniet tona me Kosovën të momente të jenë nivelin më të keq historik të tyre, duke i bërë shërbim më të madh Vučićit e Serbisë. Faleminderit. Zonja Zhupa ka fjalë.